Unë nuk di me të thonë. Di vetëm që u vuna në trystim presion nga Arbana që kujdes duhet të thush emrin e parë që t'jen mendje. Po, e dim, kujtoha. Unë me ta keq. Unë u erra komplet, domethënë, unë pash vetëm këteva një moment kokën për me pa, sepse ndërkohë Truni punonte, mos do më kërkoj, pra Truni punonte midis dy gjonave, mos do më kërkoj me i dhon 2 nominime, tash 100 sekond. A fa zinxhir mo. E fa përpara zinxhirin. Po, procesi ishte, vetëm zinxhiri se menova. Menova që se që kur ta... Na fa përpara zinxhirin. Për këtë po tham na e fa zinxhirin. Përpara se të thoshe do thush I emër. Po. Pra ndërkohë që... përpara, ha. Shiko Romirta, ti tha si kapo I skuadrës, ke për detyrë tha me thonë një emër, dhe pastaj vazhdoi erdhi informacioni zinxhiri ku diu. Tash ti, gjatë tiradës, unë kthej syt dhe përpiqem t'ju përfshij gjithëve dhe ndërkohë Truni punonte midis 2 versioneve. Ose do më kërkoj një emër që do ta çoj direkt nominim, dhe ajo do ishte domethënë. Katastrofë. Ose një që ta shpëtosh dhe gjithë tjerë do shkojnë nominim. Kupton? Dhe Truni im ishte I dyzum midis këtyre dyjave si alternativë, se s'po përmend emra, po s'po them ti dhe X-i që kur tha do thush një emër, tha që do filloj zinxhirin, emri që do thush ti do filloj zinxhirin. Është proces nuk di, qa vendosi Truni në sekundë, kupton? Si më thonë. Po, okej. Por jo, ta përsëris. Unë thjesht... Dhe u erra komplet, do më thënë, Donës nuk ashtu, se e kisha ma afër, se tjetra mas Donës vinte Olo. Po, okej. Unë thjesht me ta keq se në mënyrë naive, komplet, unë shpesh unohën, edhe njetë, kupton? Me ba gabimin, me arsytu, sikur edhe tjerë arsytoj si unë, adin? Se kisha ka në vend tanë, a kupton? Do thom, ti e din vetë, a kupton se mjeft, kisha thënë Romiri. E thuta Shemrapa. Jo, Romiri. Jo, kisha thënë Romiri, fill. Për koherencën teme. Kupton, sepse fakti që unë e ti, a kupton, kena najtë shumë bashkë. Sigurisht. Unë do më thonë, s'kam najtë, me kënd tjetër më shumë se sa kam najtë me ty, adin? Edhe për koherencën teme, për atë që kam thënë që është fillim, për si jam prezentu unë, e tjera, për sinqert, koherent, e tjera, si që jam, adin? Nuk do kisha pas alternativë, adin? Dyshoj. Pa ja, bore, si dyshon? Dyshoj sepse është një moment që mos e provosh. Jo, okej, atë pjesë, okej. Pra është një moment ku ndodh një gjë të cilën ti nuk e ke planifiku as në versionin tanë më të funit. Në është ashtu, kur të provoj të po të thamë po. Sinqerisht, unë dje jam nisë me idenë që Prime dje do kishte nominime. Dhe gjithë presioni I mram ka qenë të daj 2 emra me veten për me I pas dhe duke u përpjek me justifiku ma shumë me vete për me qenë unë I qenë. 2 emra për që me thojmë që do t'i propozoj për nominim. Që është këj versioni që vi njoni mas tjetrit, futin ati ka gaj dhe thonë 2 emra. Let's go. Okej. Unë kam qenë për këtë... Variant. Jo, kjo është e përdorura, bukur. Mashallah, sa bukur. Shpenzerëm si altia, te on drog firat. Stresi para Prime-it, tamam 2 ditë para Prime-it, me gjithë Prime-in bashkë, stresi im, Truni që punon, ishte këtë do propozoj unë. Dhe nuk është problemi se këtë do propozoj. Problemi në të tilla raste, në rastet e nominimeve, është që nominimet në një farë mënyre, do më thënë, merren vesh, ti fut si informacion, ja u shpërndan, do më thënë.
pjesës tjetër. Thotë, a doni me ditë ku diun ose ku diun. Ta nxjerr dikur. Dhe në momentin që ti nominon dikën, quhet prep mbes, më kupton, pavarësisht se ti në momentin që ke nominu ke thonë hajtë se po i nominoj se këtë njoft më pak, ose hajtë se po i nominoj se mu nuk më soll mirë një moment ku diun, po ashtu kështu nominimi është shumë i rëndë, sepse ti propozon për me qitë probabilmente për jashta dy persona, më kupton? Jam dakord. Dhe do të thënë, i gjithë presioni im ka qenë ky. Zinxhiri ishte i gjo që unë e konsiderova në atë sekond lule për para këtij presioni që kisha. Normal, ti kishe vetëm një ata. Pra ne truni im nuk i dha kaq shumë rëndësi, domethënë. Truni filloi pastaj të thon versione tipit, shiko, do dalin në fund, dikën do ta shpëtoj publiku, po do shpëtoj atë që ka ecë më mirë, ku diun, ai tjetri që do metet do jenë të fortë, që do bëjnë një sfidë dhe do ja dalin disi fizikisht, ku diun, domethënë, edhe kjo në subkonsh për me qetësu veten, se në të gjitha versionet, edhe sikur të mbledhte një ditë me u menu, unë prap do gabojsha. Unë prap do gjykohesha nga dikush. Në mos prej teje, që do ishe më rregull, do gjykohesha nga një tjetër, për do në presioni që ndronë. Shto këtu faktin që unë se kisha atë luks, nuk e ke atë luks në këtë lloj zgjedhje, ke zinxhirit nuk e ke atë luks. Veç në qoftë se thuhet paraprakisht që do ketë zinxhire dhe ti fillon. Por shumë Arbana tha, ti tha e bone, tha, jo tha mam kështu, po, mos e bone, tha, për me, si biçim strategjia me demek që në fund zinxhirit të ngelin ata që ti don me i eliminu. I thash, nuk mund ta thush këtë, tash prajmi është aty, se këtë pjesë nuk e një gjutë, kur më majti vetëm. Kur më majti vetëm. I thash, Arban, do të dish, thash, me shpirt, unë me shpirt, të shti që maroj gjoja dhe jam, me shpirt unë do kisha përmend të parin o Akilin, o Indrin, o Sonin. Me emër, nominalisht, me shpirt, të shti që e menoj. Por nuk më punoj truni për me qitë në fund zinxhirit, nëpërmjet procesit zinxhirit më të fortit për me eliminu. Se mu nuk më punoj truni kështu, mu më punoj truni nga krau tjetër, mu më punoj truni për me shpëtu më të doptin. Për momentin, me një përllogaritje, mu më dolën më të dopta tash dy gocat që kisha në krah, Dona tash edhe Ola. Dhe për mene njëllën për ty, kaq. Kaq punoj truni në atë moment. Tash i më mrapa, hajde të bëjmë llogarirë, analiza se dush, mund dal gabim, ti mund dalësh gabim. Është e kotë, më të kuptoj, për këtë jam totalisht dakord me ty. Sepse unë funksionoj kështu, unë nuk funksionoj ta luftoj të fortin dhe ta heq qafe, sepse kështu është një lloj strategjie që me ile. Unë, nga që jam menoj se jam tip altruist, mu truni automatikisht më punon për me ndihmu më doptin, jo për me luftu të fortin. Pra qofse më thu dil tash dhe zgjidh, o do luftosh të fortin, o do ndihmosh doptin, unë nisem me ndihmu doptin. Kështu punoj unë. Po shumë mirë, ajo është gjë e mirë kjo. Pra kjo ka qenë logjika primare e momentit. Më mrapa, pastaj me menu, sigurisht që shtohen peshat, që qa po ti atë ke më afër, këtë ke shok. Ku e njofte ti atë, pse ja dhe mundësin asaj dhe pse si ja dhe ati ku diu. Ka diskutime sa dush, janë drejt në tyre. Sa me ta skjeru, nga që në fe nuk e besoj, me ta skjeru se si veprojnë. Ti veprojnë ashtu si që ma tha. Ta shpjegova se si funksionon truni im. Si funksionon truni im. Truni im funksionon për koherencë, për të përsëris. Okej, është versioni jot. Gjithsesi cili funksionon në mënyrën e vet. Ke parasysh? Ti je me versionin që është koherenca në sensin që versioni trunit tatësh që do kishte përmend atë që njeh më shumë. Jo, atë që kam ndajt më shumë. Po pra që me cili kam ndajt më shumë. Kupton,